Ervis Bregu nga Tirana, që e la show-un pasi ka konsumuar të gjitha ndihmat, 12.000 euro i ka bërë të vetat. Për 2 pyetje, ky shkon në 50.000 euro. Pyetja e 14. Piktura me shënimin. Kjo nuk është një lull, megjithëse është vërtet një lull, është e Salvador Dali, Francis Picabia, René Magritte, Georges Braque. Unë kam parë këtë pikturë, kam parë shumë herë. Edhe ishte pyetja që shpresoja të mos më binte, lloji i pyetjes që shpresoja të mos më binte, është pyetje që unë e di që nuk është Salvador Dali. E di që nuk është Georges Braque. Po nuk e di, midis C-s edhe B-s nuk di. E kam parasysh shumë mirë, domethënë është një shkrim. Kam parasysh edhe po midis Francis Picabia dhe René Magrittit. %50 shans. Edhe mund vazhdoj. Magritte dhe Braque. Me shumë mundësi është Magritte. Me shumë mundësi është René Magritte. Georges Braque, René Magritte. Me shumë mundësi do bëhem pishman. Magritte. Braque, Magritte. Por, është një pishman me të cilin Braque. Magritte. Pa sa më shumë e them të Magrittin, aq më shumë jam që të them dhe përgjigjen përfundimtare në fakt. Për mua nuk është 50-50, për mua është 70-30 do thosha unë. Dhe përgjigja ime përfundimtare është C, Magritte. Publicitet. Rikthehemi sërish në të mbrëmje. Emocione është pa fund. Emocionet kanë efekte të ndryshme tek njerëz të ndryshëm. Unë jam moderator mbi një vit i show quizit Kush do bëhet milioner, dhe pa i fyer sfidantët gjithmonë kanë prodhuar, më kanë dhënë një emocion. Deri diku mesatar, ndoshta të ndikuar dhe nga fati, që ata ndoshta si ka prirë fati. Dhe në momentin kur kandidati i cili mbriti në 25.000 euro, Edgar Çani, sinqerisht më mbushën syt me lot, fati, dijet, bëhen bashk, dhe ai ngelet kampioni deri tani me 25.000 euro. Ervisi në përgatitje në atë prezencë që bëri javën e kaluar, më krijoi me të vërtet një emocion të jashtëzakonshëm, me mënyrën se si meditonte, se si e shikonte pyetjen,
në mënyrën se si e përgatiste dhe guximin që merrte për të dhënë. Por kësa radhe mendova se ndoshta diferenca java do ta bënte që të ishte pak ndoshta më fuqishme, edhe pse mund të mendoj edhe anën tjetër. Edhe erën tek Përse nuk u troqe? 12.000 euro nuk janë pak. Kushdo që tjetë, do të thotë pse? Pse 12.000 euro Ervis? Jo, unë e di se janë 12.000 euro, beso do më thënë. Po si mund ta leje? Jo, të lutem, do më thënë, duke mos qenë i sigurt, për çfarë arsye me përsipër, do më thënë, e bëri një zbërthim tëndin dhe qëndrove në fillim midis Rene Magrit, e ke parë. E kam parë aq shumë atë piktur. E kam parë aq shumë, e kam parë vërtet, do më thënë, dhe më ka bërë përshtypje. Ka një rrym. Pse e përjashtove Frances Picabia? Kot. Përse e përjashtove? Të them. Sepse në fillim fare unë nisë dhe the midis Rene Magrit dhe Frances Picabia. Sepse jo, tani kur ma thot ti do më thënë, sigurisht ai dyshimi sepse i dashur, ky nuk është vetëm një kuic. Edhe pse në të vërtetë është një kuic. Dicitura është e njëjtë me pikturën. Ta përshëndesim me dorëdhëkitje, Ervisi bëri me të vërtetë një histori. Unë të falenderoj nga zemra. Suksese. Përgjigja e saktë do ishte €25.000. Është juaja. Wow! Sepse kam mendimin që duhet jesh i çmendur. Jo, me sinqeritet do më thënë. E kam parë. Shiko, guximin tënd e kam zili. E kam zili sepse psikologjikisht çdo kusht prej nesh që kishte siguruar 12.000 euro, duke qenë i pasigurt për përgjigjen e saktë me fjalë e çuditshme. Bravo. Ore, mos jemi me kampionin e parë të show quizit kush do bëhet milioner. Mos është kjo mbrëmje kaq magjike edhe sot të na dhuroj titullin Ervis Bregu? Shpresoj. E shpresoj edhe unë, beso. Vazhdojmë? Vazhdojmë. 25.000 euro. Një përgjigje sakt 50.000 euro. Nuk po ta them fjalën tjetër. Jo, uroj që komunikimi im në këto momente të jetë me kampionin. Bëhe flak sot këtë sken. Po jam shumë i sigurt dhe qindra dhe mira telespektatorë që ndjekin këto momente janë me emocionet e tua, janë me ty. Publiku i sallës absolutisht. Unë jam mbi 100% me ty. Uroj. Shpresoj dhe unë që mos t'i lani shihet keqe me pyetjen e 15. Shihen e leti. S'ka shihet keqe. Na jep shihen e kampionit tashmë. Shpresoj t'i adhuroj të shihet. Shkojmë? Vazhdojmë. Pyetja e 15 për 50.000 euro. Pyetja është: